Bashortja, a ka ndonjë hall? A ka ndonjë breng? A ka ndonjë problem? Burri im, kur hin në shtëpi, si kur me hi tigri. E kur del prej shtëpije, si kur me dal luani. Burri im, a di si është? Kur t'ullet me hangër, t'fshin. E kur t'merr me pi, nuk mbetet kur gja. Gruaja e përshkruan kështu: ky mundet me të rreh ka kryt, ose mundet me të rreh ka trupi, ose t'i ban të dyja bash. A ka burra të tillë? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë në hijen e temave të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me jetën tonë të përditshme në hijen e kapitullit të martesës, ku me lejen e Allahut azza wa jall kemi ecur së bashku temë pas teme, çështje pas çështje, derisa kemi arritur në të drejtat të cilat ju takojnë bashkëshortit dhe bashkëshortes në fenë e Allahut azza wa jall. Burri në Islam i ka të drejtat e tij që ja ka caktuar Allahu azza wa jall, gruaja në Islam i ka të drejtat e saj që ja ka caktuar Allahu azza wa jall. Nëse ata dy jetojnë në hijen e këtyre të drejtave dhe obligimeve, sigurisht që jeta e tyre do të jetë ashtu siç kërkohet, ashtu siç duhet, jeta e tyre do të jetë e lumtur dhe do të jetë nën kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Me lejen e Allahut azza wa jall gjithashtu duhet të përmendim që njeriu në jetën e tij bashkëshortore duhet të mundohet që të ndanë kohë, mos ta ignoron bashkëshorten e tij, mos ta lën anash, mos ju kushton rëndësi gjitha gjërave përveç asaj, siç ka mundësi të ndodhë sidomos në këtë kohën në të cilën ne jetojmë, në kohën e obligimeve të shumta, në kohën e angazhimeve të shumta, në kohën e stresit të madh e kështu me radhë, dhe në disa raste apo ndoshta në shumë raste njeriu nuk ka kohë edhe për familjen e vet. Njeriu nuk ka kohë edhe për bashkëshorten e vet. Njeriu nuk ka kohë edhe për fëmijët e vet. Ndërsa burri, si burr, si i zoti i shtëpisë, si ai kryesori i cili e udhëheq familjen, përveç këtyre të drejtave që duhet t'i asiguron asaj vendbanimin, duhet t'i asiguron ushqimin, duhet t'i asiguron veshmbathjen, duhet t'i asiguron disa gjëra që i kërkohen atij si burr, gjithashtu duhet të ndan kohë. Patjetër të ndan kohë, të ketë hapësirë për biseda, për jetë normale, për gjëra që i takojnë asaj, nga se nevoja nuk është vetëm për ushqim, nevoja nuk është vetëm për veshmbathje, nevoja është që njeriu edhe një bisedë të lirë ta ban, edhe një derë ta qan, edhe një muhabet ta ban me dikant, e mos flasim bashkëshorti dhe bashkëshortja. Andaj në një prej haditheve
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon mundësinë e atij i cili ka qenë njeriu më i nzon, më i angazhuar, me obligimet më të mëdha, me përgjegjësinë më të madhe dhe me gjitha këto përsëri kishte kohë, kishte hapësirë që të qëndron me gruan e tij dhe të bisedon dhe të ndan kohë dhe të kalon momente që i takojnë bashortit dhe bashortes. Në një prej rasteve, Aisha radhiyallahu anha i përcjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një bisedë të gjatë, një ngjarje, një histori, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjitha ato përgjegjësi është ulur dhe qëndron me Aishën radhiyallahu anha. Ajo bisedon dhe tregon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon atë. Bëhet fjalë për çfarë? Në këtë hadith bëhet fjalë për 11 gra, të cilat i përshkruajnë burrat e tyre. Pra në këtë hadith do të shohim llojet e burrave, që ndoshta në çdo pjesë dikon njeriu do ta gjenë vetveten. Si janë burrat? Burrat nuk janë krejt të njëjtë. Dikush është ndryshe, e dikush është pak më ndryshe, dikush është më i lehtë, dikush është pak më i rëndë. Në këtë hadith Aisha radhiyallahu anha i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për 11 gra. Bëhet fjalë në kohën e xahilietit më herët janë tubu 11 gra. Çka ka ndodhur? Këto 11 gra kanë dhënë fjalë, kanë dhënë besë që ne do të tregojmë për burrat tonë çdo gjë e cila është pa e fsheh asnjë gjë. A do të flasim drejt? Do të flasim drejt. A do t'i themi krejt? Do t'i themi krejt. Fillojmë pra, secila do ta përshkruan burrin e saj. Atëherë gratë fillojnë gjithë këtë histori Aisha radhiyallahu anha i përcjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Flet e para, e cila do të tregon burri i saj si është. Dhe sot paramendojnë nëse flasin gratë, megjithse kalon në gibet, në përgojim, nëse bëhet fjalë për burrin, për filanin i cili dihet, por derisa burrat nuk dihet kush janë ata, atëherë një gjë e tillë nuk është gibet. Flet gruaja e parë edhe thot: Zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabal la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. A di si është burri im? Gruaja e parë e përshkruan burrin e vet. A di si është burri im? Burri im është sikur ajo devja e thatë e cila nuk ka shumë mish. Është atje në majë të kodrës në një gur. As nuk mundesh me shku me marr, po as nuk mundesh me zbrit. Devja megjithse mishi është i rënd, edhe mish ndoshta ka pak, mirë, po leje që është e vështirë, nuk mundesh me mri me arrit. Çka nën kupton me këtë? Burri i saj është shumë i rënd. Duhet shumë mund t'hipish atje nal derisa ta gëzosh pak, ta bësh të lumtur pak dhe në fund një gjë e tillë nuk i zgjat shumë. Ky tip është i rënd, ky tip është i vështirë. Kështu është burri im. Gruaja e dytë thot: Zawji la abuthu khabara. Burri im ma mirë mos me fol. Si është burri im? Ma mirë mos me fol. Me ba me fol. Inni e khafu alla adhara. In adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujara. Për burrin tim ma mirë mos flas, se kam frikë që ka mundësi me i mbri fjala që e kam thonë dhe pastaj ndoshta më ndan, më shkurorzon e kështu me radhë. Mirë, po me ba me fol, mundem mi anëzirë gjithat këqijat. Ka burra të tillë që ndoshta nuk mundesh me i përshkruaj. Gruaja e tretë tha: Zawji al-ashannak. In antik utallak wa in askut uallak. Burri im është i gjatë shumë. Ai përshkrimi një herë nga ana e pamjes. Është i gjatë shumë. Me ba me fol ndan, më shkurorzon. Me ba mos me fol, mbete me varur që rua ju edhe ki kujdes. Me burrin tim do të me mat shumë, nuk guxoj me fol shumë. Me ba me fol,
rrezikohesh. Po edhe mos me fol, duhet të jesh e kujdesshme shumë, e matur shumë, nga se nuk i dihet. Kështu është burri im. Gruaja e katërt e lavdroi burrin e saj edhe tha: "Zauji kelejli tihama, la harrun, wala qarrun, wala makhafata, wala saama." Burri im është sikur ajo nata e qetë e vendeve tihame. As nuk është shumë nxehtë në ato vende, as nuk është shumë nxehtë, as nuk është shumë ftoft, po as nuk ki frikë, as nuk ki piklim. Burri im është kështu, i këtij lloji. Burri im është i qetë, është i butë, është i urdhë, nuk kam frikë prej tij, kam rehati në shtëpinë e tij. Burrat e mirë, disa nga burrat janë të këtij lloji, të lehtë, të mirë, të mbarë, disa janë të rrezikshëm, të vështirë, të ashpër, secili në kategorinë e vet. Gruaja e pestë e përshkruajti burrin e saj duke thënë: "Zauji in dakhala fahid, wa in kharaja asid, wala yasalu amma ahid." A disi është burri im kur hin në shtëpi si kur me hi tigri, e kur del prej shtëpie si kur me dal luani, e kur hin mrenda nuk ban shumë pyetje për gjërat e shtëpis. Çka në kupton kjo? Disa kanë thonë kjo e ka lavdruar, disa kanë thonë kjo e ka nënçmuar, disa kanë thonë nga se tigri nuk merret me gjërat e vogla. Ky burr kur hin në shtëpi nuk merret me gjërat e vogla. Pse e keni bo atë, pse nuk e keni bo këte, pse këte pas ke lënë këtu, pse nuk merret me gjërat e vogla. Me çështjet e shtëpis nuk është problematik. Ama kur del jashtë shtëpie, in kharaja asid, kur del jashtë shtëpie si me dal luani. Ky është trim i madh ku? Te burrat, te gratë është i qetë, te burrat është luan. Që për fat të kesh në sa rast e ka burra në anën e kundërt, kur hin në shtëpi është luan, kur del prej shtëpie është i qetë. Jo, ky në shtëpi është i qetë, ama jashtë shtëpie është luan, është trim, nuk ka frikë prej askujt dhe nuk ban shumë pyetje në shtëpi për gjëra që nuk i takojnë. Gruaja e gjashtë, Aisha tregon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon. Gruaja e gjashtë e përshkruan burrin e saj. Mirë, po ky tip është interesant. Ky tip është i veçantë dhe megjithatë edhe në mesin e njerëzve, edhe në këtë kohë ka njerëz të tillë, ka burra të tillë. Çfarë burri është ky? Tha: "Zauji in akala laf." Burri im a disi është kur të ulet me hangër të fshin. A ky është burri, kur të ulet me hangër, çka ka në tavolin, çka ka të shtruar, të venduar, ky s'len kur gjo, tjerët i kanë lënë, ky i fshin krejt. Wa in shariba shtaf, e kur të merr me pi, nuk mbetet kur gjo. Kur të han, kryhen krejt. Kur të pin, kryhen krejt. Wa in tajal taf, e kur të bie me flet, mbështjellet, mirë, edhe ma gjumin e rënd, snin. Ky është një lloj burri. In akala laf, wa in shariba shtaf, wa in tajal taf. Ku është familja? Ku është gruaja? Ku është bashortja? Këtu është problemi. Kjo gruaja në një aspekt që ndoshta duket në formë të humorit, kjo e çan dertin e saj. Çka thot? Wala yulijul kaf liya'lam al-bath. Ky burr me hangër i pari, me pi i pari, me flejt i pari, ama me zgjat dorën bashortes edhe me i bo pak muhabet me pa, me a qaj dertin, asnjëherë. A ka burra të tillë? Ka burra të tillë, i cili nuk i kushton vëmendje, nuk i kushton rëndësi bashortes, gjërave tjera të dunjas i pari. Bashortja a ka ndonjë hall? A ka ndonjë breng? A ka ndonjë problem? A ka ndonjë gjë që e mundon? Po s'paku edhe
pas paku edhe një muhabet të lirë me ba. Ky nuk ka kohë me ba muhabet, ky sit në bështillet mirë, edhe ma nesër kërë t'i dale gjumi për në punë, nuk ka kohë ky mu marë me familjen e ti. Kjo është gruaja e 6. Gruaja e 7 gjithashtu na tregon për një burr të rrezikshëm, për një burr të vështirë, për një burr të ashpër. Kjo grua thot: "Zauji ghaya'u tabaqa, kullu da'in lahu da." Burri im është i rand në kry, në mendje, në tru, është i rand. Ti mundosh me bo një muhabet, amaj se kap. Mundosh me i thonë diçka indirekt, amaj nuk të kupton. Kullu da'in lahu da. Gjdo smundje që ekziston dikund, aje ka. Qfar do dukurie, qfar do cilësie negative, të aje do t'a gjesh. Cili është problemi? Shëgjeki, au felleki, au gjemea kullen leki. Cili është problemi këti buri? Ky mundet me të rreh ka kryt. Gruaja e përshkruan kështu. Ky mundet me të rreh ka kryt. Ose mundet me të rreh ka trupi. Ose t'i ban të dyja bashk. Edhe ka kryt, edhe ka trupi. Ky është një lloj i burrit i cili e ngrit dorën kundër bashortes së vet, kundër gruas së vet. Ka njerëz të tillë, burra të cilët jetën e tyre e kanë me dajak, me forcë, me dhunë ndaj grave të tyre. E pastaj gruaja e radhës thot: "Zauji el-massu massu arnab wa rihu rihu zarnab." Burri im është i butë, prekja e tij është sikur e lepurit, era e tij është sikur era e zernebit, një pemë, një lule e cila i vjen era e mirë. Gruaja e 9 thot: "Zauji rafi'ul imad, tawilun nijad, adhimur ramad, qaribul bejti minen nad." Burri im e ka shtëpinë e madhe. Jo shtëpinë e madhe në aspektin sa metër katror, e ka shtëpinë e madhe, pret mysafir vazhdimisht. Këllëfin e shpatës e ka të gjatë. Një shpatë të madhe. Kjo tregon bujarin, shtëpia e madhe, bujarin, shpata e madhe, trimrin. Burri im është kështu, i cili vazhdimisht pret mysafir, i cili pret njerëz, i cili është shumë bujar dhe është trim i madh. Gruaja tjetër thot: "Zauji Malik wa ma Malik, Malik khajrum min dhalik." Kjo thot: burri im është Maliku. Kush është Maliku? Maliku është më i mirë se krejt këta që u përmendën. Çka ka ky njeri? Thot: "Lehu ibilun kathiratul mabarik, qad qalilatul masarih." Ky njeri ka shumë deve, dhe me devet e ti i ther ato, ju shërben mysafirve, ju ban hizmet dhe nder atyre që vinë në vizitën e këtij njeriu. Gruaja e fundit, apo ajo e 11 e përshkruan burrin e saj. Gruaja e 11 thot: "Zauji Abu Zar, fama Abu Zar." Burri im është Abu Zar'i. A dini kush është Abu Zar'i? Dhe kjo grua tash fillon që ta lavdron burrin e saj. Tregon për pasurinë që e ka shfrytzuar në investimin e bashortes, tregon për nderin që ja ka bë bashortes, tregon për gjendjen që e ka pas në shtëpinë e babës, gjendjen e vështirë dhe gjitha të mirat në familjen e burrit. Thot: "Fa indahu aqulu fala uqabbah." Në atë shtëpi të burrit flas dhe fjalën time nuk e nënçmon askush. "Wa arqudu fa atasabbah." Dhe zgjohem prej gjumin nuk ma prish askush. "Wa ashrabu fa ataqannah." Dhe marr me ngran, me pi, me ushqi, me gjitha të mirat dhe ngopem. Te Abu Zar'i i kam krejt mirat, një grua e lumtur. Megjithatë, gruaja e Abu Zar'it
pas një kohe u ndajt, u shkurorzua me burrin e saj, burri i saj e ndau atë. Çka ndodhi? Pas ndarjes, kjo grua e përshkruan burrin e saj me gjitha të mirat dhe e lavdron atë. Gjithë kjo e cila u përmend Aisha radiallahu anha i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon atë. Pasi e përfundoi bisedën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'." Oj Aisha, unë jam për ty si Abu Zar'i për bashortën e vetë. Mirë, pa jo është nda, tha unë nuk ndahem prej teje. Para mendojni, gjithë këtë histori të gjatë, gjithë këtë ngjarje, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është ul, është nda, ka nda kohë që të qëndron me Aishen dhe të dëgjon dhe të bisedon. Nga kjo kuptojmë që secili burr, secili bashort e ka obligim që në jetën e tij, në ditët e tij të ndan kohë për bashortën e vet, qoftë për biseda të lira, qoftë për gjëra të rëndësishme, patjetër të kemi kohë. Ani sa angazhimet janë shumë, obligimet janë shumë, gjërat e dunjas janë shumë, stresi është i madh. Me gjitha këto gjëra duhet besimtarit të ndan kohë për familjen e vet, për bashortën e vet, për fëmijët e vet, të ndan kohë të ju kushton rëndësi atyre në mënyrë që ta çon hakun e tij ashtu siç i takon si bashort dhe në mënyrë që ta arrin shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall nga fjalët që i dëgjojmë të marrim mësim edhe ti praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.